Gjatë ditës së djeshme, zyrtar policor të Departamentit Policor për Siguri në Trafikun Rrugor Gostivar dhe Stacioni Policor për Siguri në Trafikun Rrugor Tetov, në koordinim me prokurorin publik, kanë realizuar kontrole aksionale, me që rast kanë privuar nga liria 5 persona për drejtim të automjetit pa patent shoferi. Në Gostivar janë ndaluar 4 drejtues motocikletash të moshave 42, 17, 71 dhe 72 vjeç, ndërsa në Tetov është ndaluar një 20 vjeçar që drejtonte një automjet të tipit Smart. Pas konsultimit me prokurorin publik, 5 persona që janë ndaluar në stacionin policor, ndërsa motocikletat dhe automjeti janë konfiskuar. Pas dokumentimit të plotë të rasteve të ngrihen padipërkatëse. Po dje në Tetov është raportuar se një grua ka rahur fëmijën e saj të moshës rreth 3 deri 4 vjeç. Sipas raportimit, kalimtarët kanë reaguar dhe kanë ndërhyrë për të mbrojtur fëmijën, ndërsa nëna më pas e ka lënë atë në rrugë dhe është larguar me një karrocë ku ndodhej një fëmijë tjetër i mitur. Për rastin është njoftuar prokurori publik dhe qendra për punë sociale në Tetov, ndërsa fëmia pasi ka marrë ndihmë mjekësore i është dorëzuar qendrës për punë sociale. Po merren masa për identifikimin e autores dhe zbardhjen e plotë të rastit. Gjithashtu dje, një 38 vjeçare nga Republika e Shqipërisë me qëndrim të përkohshëm në Tetov ka raportuar se bashkëshorti i saj 48 vjeçar nga rrethina e Gostivarit, me të cilin ndodhet në procedurë divorci, prej muajsh nuk ka respektuar vendimin e qendrës për punë sociale për takimet me fëmijët. Sipas denoncimit, ai ka shkuar vazhdimisht para banesës së saj, i ka dërguar mesazhe kërcënuese, e ka nënçmuar dhe e ka përndjekur. Policia po ndërmerr masa për gjetjen e tij dhe zbardhjen e rastit. Një 47 vjeçar nga Tetova ka raportuar se është mashtruar për 20.000 denar përmes një platforme online. Ai ka marrë një mesazh lidhur me një pagesë të supozuar për rezervimin e një banese në Shkup dhe pasi ka hapur një link dhe ka futur të dhënat e karteles së pagesës, nga llogaria e tij janë ndërhequr para. Kur autori ka kërkuar edhe 25.000 denar shtesë, ai ka dyshuar se bëhej fjalë për mashtrim dhe ka kontaktuar bankën, e cila menjëherë e ka kërkuar kartelën, po punohet për zbardhjen e rastit. Mbrëm, policia e Tetovës ka privuar nga liria një 24 vjeçar, pasi paraprakisht ishte raportuar se në një lokal kishte prishur rendin dhe qetësinë publike me sjellje agresive dhe të pahishme ndaj të pranishmëve. Pas dokumentimit të rastit do të pasojë procedurë përkatëse. Po ashtu, nga Spitali Klinik i Tetovës është raportuar për një ndihmë mjekësore, është paraqitur një 20 vjeçar nga Kosova, i cili ka deklaruar se pas një debati dhe mosmarrëveshje të mëparshme në një banesë në Tetov është sulmuar fizikisht nga një 24 vjeçar, gjithashtu nga Kosova. Policia po ndërmerr masa në zbardhjen e plotë të rastit.